Kushdo që mendon të emigrojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës duhet ta mbajë veten atje duke punuar, e jo të bëhet barë e shtetit. Kështu paralajmëroi presidenti amerikan Donald Trump, i cili të mërkurën e 14 janarit vendosi t'u pezulloj përkohësisht lëshimin e vizave të emigrimit 75 vendeve të botës, përfshirë Kosovën. Çfarë do të thotë ky pezullim? Vendimi, i cili hyn në fuqi më 21 janar, pezullon lëshimin e vizave që u mundsojnë njerëzve të jetojnë në SBA dhe të bëhen banor të përhershëm. Edhe pse aplikimet dhe intervistat mund të vazhdojnë, SBA-ja nuk do të lëshojë viza të reja të emigrimit për shtetasit e vendeve të prekura. Mirëpo, ky vendim i Trumpit nuk ndikon tek ata që tashmë kanë vizë të vlefshme të emigrimit. As vizat turistike, studentore dhe për punë të përkohshme nuk preken. Ato do të vazhdojnë të lëshohen normalisht. Vendimi prek një listë të gjerë vendesh nga Afrika, Azia, Lindja e Mesme, Amerika Latine dhe Evropa, përfshirë Iranin, Rusin, Afganistanin dhe të tjera. Pse e mori Trump këtë vendim? Presidenti amerikan tha se një përqindje tejet e lartë e të huajve që janë zhvendosur në Shtetet e Bashkuara përmes vizës së emigrimit nuk punojnë, por varen nga ndihmat sociale amerikane. Ai nuk dëshiron që të huajt që synojnë të emigrojnë në Shtetet e Bashkuara të bëhen bare ndihmave të shtetit. Për shembull, 46% e shtetasve të Kosovës që kanë shkuar në SBA përmes vizës së emigrimit marrin ndihma sociale nga qeveria amerikane. SBA-ja i kishte lëshuar rreth 7.000 viza emigrimi për kosovarët në 10 vjetët e fundit, apo mesatarisht rreth 670 viza në vit, sipas të dhënave të Departamentit Amerikan të Shtetit. Kjo lëvizje administrative nga Washingtoni pritet të ketë pasoja të gjera për emigrantët dhe familjet që planifikojnë të ndërtojnë një jetë të re në Amerikë.